kemi kaluar në një moment të veçantë. Zona e zotëri, ajo ka kënduar për vitet e tëra, një histori shumë e veçantë. Do të vijë sonte për të bashkëbiseduar për koncertin e saj, për këngën e saj, për rikthimin e kësaj në botën e këngës shqiptare, për ju, për ne, për të gjithë, Hajrie Preniqi. Hajrie, mirë se erdhe. Mirë si e gjitha. Si je? Mirë. Si ja kalon? Mirë. Kur ke ardhur nga Mërgata? Këtyre ditëve po mendoj. 1-2 javë. A 2 javë? Po. Do të qëndrosh më gjatë? Si duket edhe 2 javë i bjen. Po, po. A një muaj? Tam verën. Kur u ktheve në atë dhe për herë të parë mas mërgimit? Mas mërgimit... Sa vite mbete pa arë në Kosovë? 8 vite kam mbete atje pa arë. 8 vite pa arë në Pas Kosovë. luftës kam arë për e parë. Po në cilin vit emigrove? Në vitin 92. 92. Pastaj mbaroi lufta erdhe. Pas luftës. Nuk guxoje për një arsye. Po megjithatë po e fillojmë bisedën kështu. Kishe filluar të këndoje herët që Shumë e vogël. Shumë e vogël. E kishe talent? E kam pas talent. Talent të trashëguar? Prej nanës. A prej nanës, ë? Edhe pse ju Preniqt nifeni kështu, ka edhe artistë të tjerë, valtarë kështu në... A jeni me rënë tamam prej Kastrioti, Obiliqi, apo... Prej ardhen, gjyshi, prej Hadës, e unë kam lindë dhe jam rritë... A gjyshi prej Hadës? Kanë rënë në Bilis? Kanë punu? Do më thonë, sigurisht në Kek, në ato vena, apo? Po, kanë punu. Kanë punu. Fillove që vajzushe e re të këndosh? Ku, në Obiliq aty? Në Obiliq, në shoqërinë e Obiliqit kam fillu të fëmijët shumë e vogël, 6 vjeç. A 6 vjeç. Po si fëmijë ke qenë pak edhe në Bajramcur në Prishtinë? Po, ma e rritun. Pak ma e rritun. Po, 14 vjeç. Në vitet të djeta ke fillu të këndosh bujshëm, me një zot bukur, me një paraqitje interesante, mbi të gjitha shumë kombëtare dhe kanë fillu me të dhe problemet tua. Fillun problemet me pushtetin serb prej këngës. Fillun problemet prej këngës. A prej këngës? Prej këngës. Çfarë këngë këndoja atëherë? Këngë patriotike, për liri, për... Edhe? Adhe. Edhe për adhe. Edhe familja filloj me u bastis, a? Me u rrethu, me u kontrollu. Filloj me u shtu rreti për mua dhe... Një ditë u dasht ajo këngëtarja që... Po, atë kujtuat, cilat këngë i këndoje kështu ma me qefta në atë periudhë? Se në vitet, do më thënë pas vitit 81, kur këndojmë si... Për plot kënga, po i bjenë era të Zeza, Liri Dona... Po, kanë qenë krejt këngë të gëzimikës, patriotike. Me emën ka qenë problem kënga Ndardani bjeni të panë. Ndardani bjeni të panë, aty sidomos fillu... Aty ka fillu problemi jam. U shtërgu rrethi edhe, u desh mja këthy shpinën atë dhejut. A ke e vështirë? Shumë. E përjetove rëndë? Plus si artiste, se ma mërmenja si që këngëtarë ishe? është diçka ma ndryshe, përjeton ma ndryshe. Si ka qenë ajo kronologjia e shkurjes? I këtë kështu apo mbrite me shku me rrugë të regullt në... Jo, me rrugë të regullt, jo. Me shumë probleme, po dalëm. Male, lumej, liqej, me i kalu kështu? Sa është në zezë të shumë. A pati në i moment kur rreziku jeta juj? Jo, veç ka qenë është tjera. Që i bjen? Po themi Obiliq, Kastriot, ku? Obiliq, Kastriot, edhe rrugë shumë të vrarta për medalë. Ishe e fejuar, e martuar? Vesnjeshim. A vesnjeshit? Të dashuruar? Keshim disa vite të dashuruar. Keni mujt me i ra dhe maleve dhe gurve dhe shkëmbive dhe s'ka pas problem në majet me kalu. Dhe përfunduat në Gjermani apo në Holland? Përfunduam në Gjermani, në Suedi, e fundi ishte në Hollanda. Po me fitu azilin, e fitu definitivisht në Hollanda? Po. Dhe sa vite u bënë në mërgjim? Tash, 32 vite, 32 vite. Gjysma jetës, apo më shumë? Ma shumë. Ma shumë se gjysma jetë. Jo, ma shumë, po i bje shumë se...
Këndoje atëherë në tubimet në këto? Kam këndu, gjithmonë në tubime, kam këndu vetë, kongën se kum nalë korë. A se ke nalë kongën? Jo, nuk e kum nalë, po Kosovë, jo, nuk kam po. S'ktheje se dot? Ja. Pastaj u kriju familja? U kriju familja, u drejtovan familjen, fëmijën, u dofke double punë për... Po ky se huja shumë me punum. Po ky zotriu që tash hiqte shkaku jot e me ty bashk, si e ka emrin? Murat. Murati ishte edhe ky nga kjo pjesë apo prej nga është? Rrethit të Bilicit. Aty nga ti, nuk shkove larg kështu. Jo. E gjeta aty. E vaj gjet ty. Po. Edhe u rregullut në këtë drejtim. Në shkollë, jo. Nga kjo dashuri, nga kjo jetë kështu sa fëmijë u bën? 4. Djem vajza? 3 vajza e 1 djalë. Janë rrit? Janë rrit, janë shkollu, janë shumë mirë. 3 vajza dhe 1 djalë. Mos më thuj që djali është i fundit. I fundit. E kërkoje! Në vërtet, kam dorë, pastaj se kom përfundu me 3 vajza, po. Tha, sarë zia qika djali, për zotin qika fale, kështu. E po mirë shumë. Janë rrit, janë rregullu? Janë rrit dhe janë shumë mirë. Janë mirë? Atu kanë bo krah pastaj? Kem luftu më bata krah për vete, edhe janë shumë mirë. Ani tash, a jenë martua, janë fejua, jetojnë me ju? 2 janë të martume, 2 janë beqara, Shumë pyetje të imta, delikate, po kejt po du me dalë që ma në fund, keni hje gogja shumë me jetu me burin tanë mirë, edhe do vjetë sa i një 3 e kam fjallën. Jo, tash je mirë. Do obligime i kemi kry. Këtyre ditëve dhe më pas e ke realizu dëshirën tënde të munguar, edhe ke bërë një shtëpia prindërve, një projekt muzikor në bashkëpunim me këndë shumë. Unë bashkëpunoj me Hysni Klinakun. Hysni Klinakun, Lumin. Me Lumin. Se Eduard Ropasin. Që e përshëndes, edhe jam shumë e kënaqur me bashkëpunimin. A këngë të njohura, apo ke këngë të njohura dhe këngë tuat që i ke kriju gjatë viteve? I kam përtri shumë këngë të mia, ka dhe këngë të njohura. Kjo shtëpia prindërve është Shtëpia e prindërve është këngë e re që e jotja. Po. Ju ka kushtu prindërve të munguar, a? 8 vjetë mos me i paku 6 vjetë. Tekstin e ka bo tjetër kush, po mu më ka konvenu shumë. E ke gjetë vetën aty. Po, edhe e ka manë. Në realitet, në kuadrë të kësaj, të këti projekti, shtëpia e prindërve, Hajrie Prenici, janë 14 këngë, gjithë 13 këngë dhe një potpuri, dhe juve keni planifikuar edhe një koncert që do të mbani me datën 12 korrik në Obiliq. Vend lindje. Përfundimisht apo i thoni Obiliq, a Kastriot, apo e keni jetë me najlon të dyja teta... Nuk e di... Teta dojnë menjen përfundimisht. Hala po i thojnë Obiliq, unë jam rritë Obiliq, se di... Kastriot është imi, edhe të kam vetë në... Ku do të mbahet koncerti? Koncerti do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës, në Obiliq, me 12 korrik, fillon në ora 6. Në ora 6, në mbrëmje. Edhe janë të gjithë të mirësarë, dhe kusheto për Florin. Edhe ashtu dhe kështu? Të gjithë janë të mirësarë, të gjithë të qytetarë që dojnë për Florin. E pashë se do të ketë edhe musafirë shumë të veçantë, më bëri përshtypje. Janë këta njerëz që i do, që ke bashkëpunuar me ata, Hysni Klinaku ishte, Ismet Begjeti edhe Fatmir Makolli. Fiks nga bota e muzikës së bukur shqipe kështu në... Dhe sigurisht po boni pregaditje, dëshiron që të bëhet sa më bukur, sa më mirë, do të jetë... dalë sa më mirë. Obiliqit i rikthehet vajza e vetë, këngëtarja e vetë. Vajza e vogël. Vajza e vogël, që është rrit në Shtëpi të Kulturës. Të kulturës. Edhe të formuar një ndjenjë shumë e veçantë. I rikthehet me një koncert, që shënon edhe ditët e verës, e të mërgatës, e të shqiptarve në Obiliq, që gjatë verës bëhet bukur edhe aty, absolutisht. Ka shetitore, ka kështu. Është zbukuru shumë. A kanë fillu ethet e saj paraqitje? Pak. Pak po, a? Pak po. Pak po, është një ndjenjë shumë e mirë, po edhe ka... Hajrie, ne të mbajmë duart edhe të dëshirojmë sukses, të urojmë e të përgëzojmë për punën tënde të jashtëzakonshme, për atë që nuk je step asnjëherë, ke vazhduar të këndosh, të kultivosh këngën e bukur shqipe në të gjitha ato tubime, takime, ku edhe ka qenë shumë e rëndësishme që të ruhet fryma dhe gjuha edhe kënga shqiptare.
Edhe qa po kënojmë sonte? Një këngë të bukur. E kam një këngë të bukur. Oj Kosovoj nana ime, jo ajo një këngë që e njojnë tjetër. Gjithë po tjetër. Përshëndes me shumë murime, kështu. E po bukur shumë. Edhe kjo është punu tek hysi. Tek lumi. Ne njojmë të gjithë për lumi. Për fat mirë dhe emrin artistike ka lumi. Po, neve sonte këtu e kemi për ta promovuar edhe albumin, edhe një këngë, një artiste që për një 40 vjeta pibjen ka kënduar dhe vazhdon të këndoj Hajrije Preniqi. Po ta lëm skenën. Kemi me t'i dhonë duar trokitjet e botës. Hajrije Preniqi, skena për ty!